Juria ndërkombëtare ka përzgjedhur 5 bocetet më të mira për monumentin e 100 vjetorit të pavarësisë, të cilat u bën publike nga Ministri i Kulturës Aldo Bumçi dhe kryetari jurist Ruben Shima. Bumçi tha se për 10 ditë këto vepra do mund të votohen drejt për drejt dhe përmes internetit nga qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Ne dëshirojmë që të përfshijmë qytetarët, jo vetëm të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, që ata të shprehin mendimet e tyre në lidhje me monumentin. Cilën nga këto 5 vepra, të cilat janë veprat konceptime të ndryshme të 100 vjetorit pavarësisë, cila prej tyre qytetarëve i duket si më përfaqësuesja, si vepra që do përfaqësoj më mirë 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Ndërkohë që drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve Ruben Shima tha se fituesit janë të gërshetuar mes artistëve shqiptar dhe të huaj. Gjithashtu ai vë theksin në konceptet e propozuara, ku dominon ai modern. Juria ka pasur parasysh të përzgjedhë ato propozime të cilat kanë një simbolik të drejt për drejt. Nuk ka pasur shumë rëndësi tek ne në ka qenë figurativiste apo jo figurativiste. Megjithatë, dominon estetika moderniste dhe her pas here bashkohore. Kjo është një moment i cili vlen për të përmendur, vlen për të shënuar. 5 veprat fituese janë krijuar nga artistët Blerta Xhoma dhe Ilirian Shima. Ndërkohë një tjetër vepër fituese është nga artisti gjerman Jörg Plika, Pierin Kolnikaj, Thoma Thomaj dhe vepra 5 është një bashkëautorësi mes Visar Obriajt dhe Kai Kiklas. Fituesi i monumentit të pavarësisë do të zgjidhet nga Komisioni Shtetëror i Festimeve pranë Kryeministrisë, pas marrjes së mendimit edhe të publikut kryeqytetas.